Nderuar shikues, jemi në episodin e radhës me të ftuarin e radhës. Me zotin Kolgjeri Armaldo. Se unë nga to gjithmonë i them S'ka gjë. E ndërpresim ne dhe thuaj prapë Armaldo dhe se nuk e kemi direkt. Nuk ndërpresim gjë, por ne do flasim siç e ndjej. Ne do flasim jo politikisht. Do flasim si na shkon terreni, fushata, ato që don ti. Tamam jo politikisht. Unë të them Mando, a mund të them Mando se ti ke Po thuj si dush. E mira është Armaldo. Që t'ja u fiksojnë njerëzve në fletbotimin. Jo mirë, Armaldo Kolgjeri. Armaldo. Them unë që një pjesë e njerëzve, të paktën shumicë e një nga Big Brotheri. Po. Por ju jeni unë njerëz të artit, kam shumë simpati, shumë gjanë, pra jeni njëri që jeni tenor. Po. Kjo e dyta është shumë e vogël para kësaj të madhes, pra që jeni tenor. Është shumë e madhe. E para është shumë e vogël para kësaj dytës. Bravo. Tani ngatrohemi, mos harro që ne jemi opozitar. Kemi pas kryetar dhe Lulin. Nuk ka problem. Ne ngatrohemi me këtë. Unë do të jem shumë i përqendruar. Me radhë e me shifra ne. Jo. Nuk ngatrohemi ne, jo. Gjithashtu unë jeri se ti nuk kam punuar. Jam i një këtu, i ngatroj. Jo, unë mendoj që ta bëjmë intervistën edhe jo shumë serioz, ti jemi edhe pak më ta thyem çik me pak humor. Ne fillojmë me të qeshme edhe që unë Se kemi filluar intervistën? Po ka filluar intervistën, ne jemi. Po deshe të jemi me Big Brother. Jo, e kthejmë ndonjëherë, nëse ka filluar, e kthejmë ndonjëherë. Ka filluar Për zotin? Po. Jo. Atëherë fillojmë ndonjëherë. Ja, ta fillojmë ndonjëherë, se nuk e disha. Se ata bëjnë kështu. Aksion. Ka filluar intervista, po ky është podcast. Ne flasim. Nëse Mando më thuaj dy fjalë për vetë. Armaldo, si të duket fushata? Tomi, shiko, s'pari njerë, unë nuk e kisha menduar kur që do bëja një podcast me ty. Absolutisht. Sepse je një politikan që vërtet ke krijuar simpati jo vetëm tek unë, por tek shumë njerëz që kanë parë dhe të ndjekin. Kjo vjen besoj nga njeriu i vërtet. Mendoj që njeriu sa më i vërtet dhe më i thjeshtë jetë, aq më shumë hyn në zemrat e të tjerëve. Dhe për këtë unë të komplimentoj dhe është fat për mua që ndodhem me ju sot, apo do të them me ty. Nuk ka problem. Ta jemi fushat, mund. Pra unë do të sugjeroj që vazhdo mbaj këto mendime, se i ke brillante fare, se po vjen mirë, do të vazhdo. Fol edhe pak, fol. Si po duket terreni, si të presin njerëz? Pra, të thonë më shumë Armaldo i Big Brotherit apo i PD-s? Shiko, unë jam munduar që t'jem gjysmë për gjysmë dhe i Big Brotherit, po pastaj kur flasim për gjëra serioze, filloj edhe kaloj tek pjesa e PD-s. Pra mendoj që Big Brotheri nuk është kaq shumë serioz? Jo, Big Brotheri është më tepër popullor. Kurse politika, duke qenë se ka ato problematikat e saja, edhe këto vitet e fundit, njerëzit mendoj që janë lodhur shumë, më tepër i vën fokusin tek personazhi Big Brotherit kur i takoj, më buzëqeshin, bilës më thonë shumë suksese, urime, ndjej një frym pozitive, sinqerisht edhe më bëhet qefi për këtë. Por kur shkoj pastaj që bëj fushat nëpër fshatra, sidomos ato janë vende kaq të bukura ku jetojnë njerëzit, natyra ju ka falur një bukuri përrallore, ne kemi qenë edhe bashkë. Dhe Lenia, Grabov kanë fatin e keq që s'kan rrugë, se të thuash tash ti mbas 12 vjetëve që ngelën fshatrat rrugëve, kjo është. Shikoja pyetja ime tani, i ardhur nga bota e artit, i futur direkt shpejt me një herë në politikë, pra në fushat, që ta kërkon punën të shikosh çdo cep. Si të duket kjo tundje pasaportës BE, se kur themi BE, në pavedijen tonë, në perceptimin tonë del një gjë, një grup vendesh ndër më të pasura të botës, një treg evropian që është më i pasur i botës. Tregu evropian sot është tregu i BE-s, është më i pasur se Kina dhe Amerika. Pra është njëshi, po t'i bashkosh gjithë vendet bashkë. Tani, ne që ishim të dy në Lenie, Lenie dhe Grabov.
Mund ta imagjinojmë të fshatrat tonë, të vendit tonë, të kjo pasaportë bëj, si të duket kjo që bën kryeministri i Shqipërisë? Nuk duket një sarkazëm deri në perversion? Unë jam artist dhe jam tenor. Unë nuk kam lënë vend pa shkelur në Europë. Dhe sidomos në Itali, karriera ime ka qenë më e madhe se në vendet e tjera. Nuk ka pasur në Itali asnjë shtëpi, vetëm një shtëpi pa shkur asfalti. Tani unë kur shkoj në përfushata, në qytetin ku unë jam edhe kandidat për deputet, para disa ditëve më kam mbajt mendje dy gjëra për t'i postuar. Në mendje më kam mbajt një plak e cila ishte ngarkuar me dru dhe i mbante në kurriz, mund t'ishte gati ja pa frikë 70 vjeçë. Dhe në një moment tjetër më shkojnë mendje të bëj një video që të marr një kafsh shtëpiake, ti hipi, edhe të ngre pasaportën, duke ikur nëpër ato rrugët që mezi kalon kafsha, e jo më makina. Pra, kjo është një abuzim i tepërt me shqiptarët, mendoj. Kjo është një gënjeshtër më e madhja nga të gjitha gënjeshtrat e mëdha që ndodh. Europa nuk pranon po që se ti nuk je në rregull me veten tënde. Po të ndërpres sepse ke marrë pjesë në një vend, në një botë spektakli. Tani në sytë tu, se ke qenë brenda 2 muaj sa zgjat Big Brother? 2 vjet. Më fal. Ka 2 vjet që ka mbaruar, po unë sa zgjat si. Diku te 4 muaj, ndoshta edhe 5. Nuk ke qenë 3 muaj, 2 muaj? 3 muaj. 3 muaj, pra shkoj gjatë. Po. Si e shpjegon jo në lidhje me Big Brother, se është një fenomen që është lidhur botën, që njerëz të ndjekin. Po natyrë dhe mirë bëjmë. Por si e shpjegon që shoqëria jonë është e prirur ndaj spektaklit dhe jo ndaj reales. Ky është fenomen botror, por atje spektakli ka kufit e vet, kurse këtu është gjithçka spektakël. Pra dhe ajo varfëria është kthyer fatkeqësisht në spektakël. Si e shpjegon këtë? Dhimbshërisë unë ndjej që kemi ecur dhe ndjejmë dhimbshëri ku shkojmë skamje. Si e shpjegon që njerëzit nuk mund të shqetësohen më as qytetarët, as kush për realitetin dhe varfërinë e cila prodhon vdekje. Varfëria është më e keq se vdekja. Dhe por të gjithë njerëzit janë pritur në spektakël. Si e shpjegon? Në mendim jam. Nuk ka nevojë të japësh shpjegim brillant. Si e ndjen ti? O tom, kur kam qenë në Itali, dua ta lidh tani. Kur kam qenë në Itali, unë kam bërë një master tek një pedagoge. Dhe jetoja tek shtëpia e saj. Dhe më ka ndihmuar shumë dhe kemi një kontakt dhe një marrëdhënie shumë të mirë, pothuajse ajo është një nënë e dytë për mua. Kur bëshe Grande Fratello në Itali, ajo e ndronte kanalin, nuk e mbante. Dhe çdo emision që ajo shikonte dhe nuk ishte vlerë për shoqërinë, ajo e ndronte kanalin. Ne këtu në Shqipëri jemi të prirur të shikojmë disa emisione të cila në fund fare neve nuk na japin një vlerë reale për atë çka ne duam dhe kemi nevojë sot. Dhe para disa vitesh, unë i thosha shumë miqve të mi, shikon, neve po na ikën shtresa e mesme, neve po na largohet shtresa që bën rotacionin politik në Shqipëri, dhe po na ngelet një shtres e cila, për fat keq, nuk ka qenë shkolluar. Dhe kur shkoj në përfushata, të gjithë më thonë, dëgjoj, unë jam me 3 klasë shkollë, po kam këtë mendim. Dhe që në këtë moment, aty fillon pasaj problematika në shoqërinë tonë, sepse njerëzit kënaqen kur ti tall një tjetër, njerëzit kënaqen kur ti bullizon një tjetër, njerëzit kënaqen kur ti dhunon një tjetër, njerëzit kënaqen kur ti e vën lojë një tjetër, sepse problemi është tek shkollimi dhe tek mënyra se si funksionon shoqëria. Se e gjatë më mendoj që këtë gjë e prodhoi më shumë komunizmi, sepse po nëse do shqyr nuk kujton, po dikur kur varnin kjo erdhi nga Stalini ose Kolenini, po Stalini e perfeksionoi më shumë, kur varnin dikë, mblidhej turma dhe dorë trokiste. Pra, kjo është një lloj nihilizmi, një lloj kështu perversiteti që një turm brohoret dhe dikujt që i del shpirti me zor. Dhe këtë komunizmi e bëri institucionale. Pra, dhe mendoj që kjo është një temë që më pëlqen, jashtë masë të komentoj, por nuk kemi kohë për këtë, dhe kjo mbase ka ngelur gjurmë në popujt që mos funksionimi i demokracisë në Shqipëri është i faturohet asaj kohe të frikshme dhe të nashme. Është një psikolog i famshëm francez që i cili ka tentuar një farë kohë të hyrë te filozofia, që quhet Gustave Le Bon dhe ka vepra të mëdha.
psikologjia e turmave dhe psikologjia e socializmit. Dhe ai thot botën e udhëheqin të vdekurit jo të gjallët. Pra, babai shpirtëror i asaj partie vazhdon me këto psikoza që i ka lënë popullit. Gjithsesi është temë gjatë kjo. Mando, Armaldo, njerëzit më the të presin mirë. Si e parashikon ti rezultatin e Gramsci, në cili mendohet ose pretendohet, ose ta themi kështu, të pret më mirë qyteti në Gramsci apo fshati, apo të presin të gjithë mirë? Qiko, në këtë situatë që jemi në Gramsci, mua më presin mirë njerëzit kudo që shkojnë nga njohja që ata kanë. Pastaj kur ulemi dhe bisedojmë për problemet halle dhe ne shpalosim programin ton, është e çuditshme një diçka që ne nuk kemi pasur asnjëherë pushtet për 35 vjet në atë qytet. Atë qytet dhe atë rreth e kanë drejtuar vetëm njerëzit e ardhur, flas që kanë qenë deputet, dikur një deputet kanë ndetur 3 mandate dhe thoshte unë vetëm po të varr xhaketën këtu është e sigurt fitoria. Pastaj një deputet tjetër, prap socialist, ndeti 8 vjet, e kështu me radhë gjatë gjithë kohës. Ne kemi pasur vetëm një moment që ka qenë Sybi Hita në 2005, mos gaboj, dhe po ai atë rezultat e mori me votat që vinin nga qarku nga rreth Elbasanit atëherë. Pra nuk kemi pasur në pushtet asnjëherë Gramsci. Po çudia më e madhe që ndodh, pra e vrën tani futull. Dola këtu sepse kur shkojmë takojmë njerëzit janë të irrituar. Po janë të irrituar jo me ne, janë të irrituar me ata dhe irritimin e tyre na e shfaqin ne dhe na e kalojnë ne. Ne mundohemi t'i qetësojmë, t'i tregojmë rreth pa realitetin që për kaq vite janë të vjedhur, janë gënjur dhe janë janë edhe mua më vjen keq ta them, po janë edhe të përbuzur. Të poshtruar, Dhe kjo është një situatë shumë e vështirë, por mundohemi. E di çfarë ishte se po ndërpres kur ishim bashkë në Elenie, shkuam në ca rrugë të frikshme, siç e kuptoj. Thjesht gjetëm ca shtetje, jo rrugë. Dhe aty pam një vinç makinë moderne, pra që i bjetit prodhimi i fundit, versioni i fundit, në një fshat ku njerëzit, pra syt ju flisnin nga varfëria, sepse e them syt. Një nga shkrimtarët, duket se është hebre, çek, ka qenë në Auschwitz dhe thoshte, kur njerëzit nga uria dhe nga poshtrimi i madh fillojnë bien në një lloj trishtimi, dobësohen, zvoglohen dhe syt zmadhohen, dhe syt pastaj kur i shikon të lloj njerëzish, sytë e tyre flasin shumë, japin një mesazh shumë të madh. Dhe aty në Elenie e varfër, shumë të varfër. Pra, është mëkat se jam marrë pak dhe kam pyetur për incineratorët. Incineratori i Elbasanit ka kushtuar 24 milion euro. Dhe nuk ekziston kjo gjë. Kjo gjë nuk ndizet, se ky mikrofoni që kemi përballë ndizet. Nuk ndizet, jo më të punoj keq, nuk ndizet. Se mund punoj cop, ai nuk ndizet. Dhe sikur të kishte shkuar një grims të ata të Lenijes, të ata të Grabovës, se shumë fshatra atje, të cilët janë zvogluar dhe sytë e tyre janë zmadhuar. Pra unë mendoj që ju si artist këtë emocionin tuaj duhet ja përcjellni njerëzve që ne duhet të ndryshojmë, se po shkojmë në një regjim të frikshëm. Jemi dita ditës duke ja thënë dhe dita ditës duke ripërsëritur shumë e shumë herë. Për sa i përket rezultatit, unë shikoj që në Gramsci paktën krahu kundërshtar është shumë e vështirë që të dalë deputet. Po shumë e vështirë sepse ka ndikime edhe duke qenë se është në rang qarku, ka ndikime edhe nga deputet tjerë, edhe votat të lëvizin, qarkullojnë, pra nuk është e thjeshtë. Kurse nga krahu jon, unë mendoj që unë mund të kem një favor, sepse jam i vetmi nga kandidatët që kam lindur aty dhe e përfaqësoj aty qytet edhe nga ana e familjes e cila vjen, që kam një familje që ka kontribuar në atë qytet, por gjithashtu ai qytet më ka bërë dhe qytetar nderi. Dhe mendoj që do kem një favor, por gjithashtu mendoj që edhe nesër kur të vim pushtet, unë besoj dhe besimin e kam shumë pat që qeveria do bëj të pamundurën për një shumë të vogël parash për të bërë ato rrugë.
Më thënë, ne po të marrim një shembull që ne dhe kemi biseduar bashkë, aty mund të jenë gati po zë maksimale 100 km rrugë. Po çfarë 100 km rrugë? 100 km rrugë janë vetëm avioni që ka paguar kryeministri shqiptar, mund të bëjmë rrugët e një qyteti që mund të ketë turizëm pafund. Po 24 milionë euro këtu që kanë nevojë. Ato pastaj ne i bie që t'i bëjmë ato rrugë me kështu me amortizim që mos na prishën fare makinat. me amortizator, më fal. Jo, shumë mirë. Armaldo sono proprio comando. Mua më vjen mirë që ti je i bashkuar Partisë Demokratike. Shumë njerëz më thonë shumë gjëra. Po DM me të vërtet ka problemet e veta, ka pasur gjëra të veta. Po këtë vend, pikërisht këtë vend, këtë qytet, këtë Shqipëri ku flasim ne, ajo parti i ka sjell pluralizmin. Nuk e gjynahet, se dikush më shef thot, vazhdo valizot? Jo. Po gjithmonë vlerësimi ka një element i quhet krahasimi. Pra nuk vlerëson dot pa krahasuar. Ky është vlerësimi, çkrahasim. Dhe të krahasojmë kë kemi pasur në thjesht. Dhe kë kemi sot. Unë mendoj që PD-ja do ketë shansin më të madh bashkë me aleatët e saj të bëjë ndryshimin më të madh dhe më të domosdoshëm për këtë vend. Tani unë dua të them ty Armaldo, mesazhin tënd se kjo fjala bio nuk ka kështu bio pa konservant që mund t'ia thuash njerëzve. Për këto zgjedhje sepse janë për mua. Për mua Shqipëria çlirohet me të vërtetë në një moment. Jo parrull politike. Çlirimi i vërtetë i saj. Unë do t'u jap një mesazh nga thellësia e zemrës. Mesazhi im është ky. Ne kemi një program 3 mujor që e nxjerrim Shqipërinë nga mjerimi. Dhe për 3 muaj ne do t'rregojmë veten nëse e mbajmë këtë premtim apo nuk e mbajmë. Nëse nuk e mbajmë këtë premtim brenda 3 muajve, që janë shumë pak, atëherë unë jam këtu dhe kam forcën më të madhe që t'ju them dhe t'ju dal përpara gjithë atyre që më besoni dhe do m'jepni votën nesër që unë tërhiqem nga kjo politikë dhe unë jam i zhgënjur si ju dhe hajtë bashkohemi bashkë për të ndryshuar diçka tjetër. Por ma besoni që unë besoj të kjo forcë politike, besoj të ta njerës, besoj të këto morri, besoj të gjithë demokratët dhe besoj të partia që do vinë pushtet që ne do bëjmë ndryshimin. Ne do bëjmë ndryshimin që fëmijët tanë të rrinë këtu, të jetojnë këtu, t'i kemi këtu. Ne do bëjmë ndryshimin që të gjithë fshatrat, kudo që t'jenë, të vinë fëmijët e atyre prindërve që sot vuajnë për t'i parë, për t'i përqafuar dhe për të luajtur me niprit e tyre. Prandaj, është momenti duhur që Shqipëria mos shkojnë humner. Është momenti duhur që ju të na mbështesni dhe ne të bëjmë ndryshimin e madh. Ky është mesazhi im për gjithë qarkun e Elbasanit, për gjithë shqiptarët dhe veçanërisht për qytetin e Gramshit. Jam, e them edhe një herë këtu, që unë në fundit të thith sa më shumë investime që ne aty qytet ta bëjmë të jetueshëm. Mando e qave. Armaldo. Falenderoj. Faleminderit.